Plus që në atë kohë, me thonë drejtën, ka pas shumë pak gra në radiologji. Sfidë tjetër ka qenë a me zgjedh specializimin e radiologjisë, sepse nga rethi radiologjia është konsideru si profesion i meshkujve. Dhe unë në atë kohë kom pas qef me sfidu vetën. Ashtu që më tip e cila kam qef mi thy disa tabu. Edhe unë mendoj që profesioni nuk njeh gjini. Profesioni duhet vetëm t'jesh profesioniste e mirë dhe ndoshta me punën dhe me vullnetin dhe dëshirën i bën edhe tjerë ta duan atë profesion. Pikërisht tek përzgjedhja, atë kam paragjykuar njerëzit edhe rrethi për këtë zgjedhje. Fillimisht më kam paragjyku, mirë po unë me thonë drejtën, kam shiku në vendet e zhvilluara, sepse në atë kohë me thonë drejtën qendres nuk e kom ditë a kom ndajt në Kosovë. Kom mendu që nështë unë kom shku specializim krejt në Amerikë. Dhe atje ka qenë e dyta mas kardiokirurgjisë dhe të e mendu që radiologjia është tamam si sy i mjekësisë moderne, kom pas qef me qenë në atë pjesë. Edhe për kundër paragjykimeve, unë për vete së më dalë. E kom mendu që kena me dalë dhe falë saj, unë sot në radiologji jemi një numër i madh i doktoreshave radiologe, po ashtu dhe falë ndoshta aspektit tim dhe, si me thonë, unë e kom promovu shumë radiologjin si profesoresh, mandej, edhe si asistente, kur kom qenë, dhe falë asaj shumë studentit mijat sot janë specialistët radiologjis dhe çdo ditë ma shumë po shtot numri i femrave, grave radiologji. Po, që ndjekin radiologjin. A na jep detaje nga një ditë e zakonshme në radiologji, në punën tënde të përditshme? Po, faleminderit. Cila është rutina? Rutina ime qëndresa duke nis për fakti që unë njëjtën kohë kry edhe profesoresh, edhe radiologe. Rutina ime është pak më komplikume se e mjekëve të cilët punojnë vetëm radiologji. Për arsye se normalisht ditën gati shumicën e ditëve të javës e nisim me ligjërata, të cilat fillojnë qoftë prej 7:28, dhe mundohem të jem sa më afër me studenta, sepse ata në ardhmëria jonë. Dhe t'jesh afër tyne, unë ndina shumë e lumtur dhe më japin shumë vullnet për jetë. Unë jetoj me eduku breza të ri. Dhe mendoj që ne të gjithë profesorët e fakultetit mjekësisë duhet të jemi sa më afër studentëve për arsye se studentët tonë të ardhmen janë kolegë tonë. Dhe pas asaj, normalisht që shumicën e pjesën tjetër të kohës jam pranë ekranit, siç e dini, se ne lexojmë edhe interpretojmë imazhërit dhe mandej kemi punë ndërkolegiale, sepse radiologjia kërkon, është sfiduese, ndonjëherë kemi raste të cilat janë mjaft specifike dhe na duhet bashkëpunimi edhe me klinicistë tjerë, na duhet bashkëpunimi edhe me kolegë brenda, për arsye se të jesh radiolog i mirë, fillimisht duhet të jesh klinicist i mirë. Por puna ekipore, unë mendoj që gjithmonë është çelësi i suksesit krejt punës që bën një mjek. Po si është ajo ndjenja e përcjelljes së diturisë tek brezat e rinj dhe a ja u rekomandoni radiologjinë atyre? Qëndresa, unë mendoj që rekomandimi im normalisht në mjekësi të gjithë studentët është kënaqësi me qenë pjesë e një rrugtimi të diturisë gjeneratave të reja. Dhe unë mendoj që po sa që është kënaqësi është shumë përgjegjësi e madhe. T'jesh profesor në fakultetin e mjekësisë dhe të mundohesh që dijen tënde ta transmetosh të gjeneratat e reja është shumë përgjegjësi. Unë ligjëratat e mia mundohem t'i bëj sa më atraktive, falë edhe landës time e cila është mjaft atraktive sepse radiologjia është tamam landë interaktive, kur ti me imazhe në kohë reale, për shembull i merr dhe bashkë bisedojmë. Unë në mesin e studentëve të thash edhe më herët që kam shumë specialista të ri, sepse ndoshta unë kam qenë edhe si model i tyne që me zgjedh radiologjinë, se radiologjia fillim nuk ka qenë edhe shumë atraktive, derisa kanë ardhur aparaturat moderne, derisa ne e kemi promovu si radiologjinë tamam si një diagnostik e cila është e vlefshme dhe është udhkryq klinikave tjera. Dhe unë me thonë drejtën, studentëve të mi ju rekomandoj që mos mu kënaq me mesatarën.
me qenë, me mundu, me arrit gjithmonë më të mira, dhe unë shpresoj që ata gjithmonë të jenë më të mirë se ne. Qëllimi i secilit profesor është që studenti i tyre të jetë më i mirë se profesore. Nëse ne arrim atë, atëherë mendoj që e përmbushim detyrën si profesor. Ndërsa ata të cilët i shoh që kanë prirje për radiologji, normal që i rekomandoj, kisha pas qef të marrë radiologji, sepse t'jesh radiolog i mirë, duhet ta kesh syrin e radiologut, me ditë me lexu, me pa, është një dhunti që të ap Zoti me pa, me pa ndryshe. Së është diçka interesante, kur të eshe jetën, ishe ndryshime, ndoshta ishe diçka që aja as nuk e ka paramendu që e ka, dhe ti me një imazheri e shef atë problem. Po mandena është edhe përgjithësi e madhe.